Të dashur miq, mirëmëngjesi, mirë se erdhët në ditë e re weekend. E di që gjithë secili prej jush ndoshta në këto momente ka pyetjen që pse Etelina sot është vendosur në këtë studio. Në fakt unë jam në studion e Radio Ora News, një radio në frekuencat 96.7 MHz ku ne jemi drejt për drejt, gjithashtu jemi drejt për drejt edhe në ekranin e televizionit Ora News. Jemi zhvendosur këtu duke qenë se ka ndryshime sa i takon programit të mëngjesit. Flas për ndryshime duke qenë se tashmë që prej kësaj jave edhe në vazhdim nga hëna në prem, në të shtunën do t'jeni në shoqërinë e kolegut Patrik Sadikaj në ora juaj nga ora 6:30 deri në orën 8:30, ndërsa e diela është e gjitha për ne. Them për ne për vetë faktin se do të ketë pothuajse të njëjtën strukturë sa i takon informacionit, pjesës së parë të tij, dhe sa i takon pjesës tjetër nga ora 8:30 deri në orën 10 të ftuarve. Unë gjej momentin të falenderoj edhe le të themi drejtuesin e madh të këtij televizioni dhe radio, zotin Ylli Ndroqi, i cili përsëri më dha mundësinë të jem pranë jush dhe aq më tepër jo për të bërë le të themi këto respektet e rastit, por për faktin sepse më ka kthyer në një periudhë shumë të këndshme të jetës sime, të punuarit në radio dikur edhe te Ora News, një ambient i cili siç e shikoni të fal tjetër satisfaksione dhe jep një tjetër hilaritet emisionit. Shpresoj që të jeni zgjuar me mua sot edhe me të gjithë shikuesit Ora News për të ndjekur gjithçka ne kemi përgatitur, edhe nga sot edhe deri në fund të sezonit i referohem pjesës tjetër të verës, korikut edhe gushtit. Shpresoj të jetë gjithashtu një vit i mbar. Ne do të jemi së bashku të dielave nga ora 8 deri në orën 10. Dua të falenderoj në këtë momente Sonin, të cilin e kam përballë, i cili është tekniku i audios në radio, por pa diskutim unë nuk haroj edhe pjesën që është si për ne shtem sipër se janë katin ton të dytë, të regjisë qendrore të orës, të cilët janë pa diskutim të preokupuar për të sjellë një produkt, pse jo, edhe më cilësor se sa i sezonit kaluar. Mirë, për të lënë këto falënderime të cilat mua ndonjëherë edhe më emocionojnë mikrofonet e radios, por që më japin pa diskutim një forcë më të madhe për ta bërë edhe më të bukur këtë emision. Do ndalemi shkurtimisht tek parashikimi i motit për të parë se si do të jenë temperaturat gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditës së nesërme. Më pas do të shohim si do ta kemi fatin për sot. Këtë na e mundëson horoskopi dhe kthehemi me njëherë në studio për të lexuar shtypin për ditën e sotme. Mos u ndani nga dita e re weekend këtu në Ora News. Mirë, jemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë momente, është koha për të ndalur tek shtypi i shkruar, pa humbur kohë do ndalemi tek Gazeta Koha Jon. Paranteze kësaj, sepse dhe unë moment sa e pash ndjeva një lloj emocioni të jashtëzakonshëm, sepse sot në fakt është një ditë e shënuar për të gjithë kombin shqiptar, nëse i referohemi datës 4 shtator dhe ngjarjes së madhe që do të mbahet në Vatikan, ku Papa Francesku gjatë ditës së sotme do të shenjtërojë Nën Terezën, humanisten shqiptare, 19 vjet pas vdekjes së saj, e cila edhe në vitin 2003 nga Papa Gjon Pali II në 5 shtator u shpallëlume, datë e cila më kremtohet edhe është një nga ato datat e shënuar dhe e rrethuar me të kuqe nëse e referohemi sa i takon ditëve të shenjta dhe shumë të mira, aq më tepër kur bëhet fjalë për një humanitare, një zonjë e cila gjatë gjithë jetës së saj u përkushtua vetëm njerëzve në nevojë për t'i ndihmuar dhe së cilës në fakt duhet themi njihen dy mrekullit çka e kanë bërë atë tashmë të jetë e shenjtë. Për këtë arsye edhe Gazeta Koha Jon ka zgjedhur pikërisht të verë në faqen e saj të parë portretin e buzëqeshur të Nën Terezës, humanistes shqiptare. Nën Tereza, shenjtoria shqiptare, ky është kryeartikulli i Gazetës Koha Jon. Sot ceremonia në Vatikan merr pjesë dhe delegacioni nga Shqipëria, presidenti Nishani, kreu i kuvendit Ilir Meta, kryeministri Rama, kreu i opozitës Lulzim Basha, ish kryeministri Berisha, deputet parlamentit si dhe drejtuesit kryesor të politikës në Kosovë dhe në Maqedoni. Këta të fundit në fakt kanë dhe një arsye pak më shumë, sepse origjina e Nën Terezës ishte nga Maqedonia, megjithatë të gjithë jemi shqiptar nëse referohemi kombit edhe gjakut që rrihet në dejet tona. Ndalemi tashmë tek Gazeta Shqiptare, një tjetër e përditshme dhe kryeartikulli së cilës vrasësi pse qellova mbi efektivin e FNSH-s rrëfimin në polici, David Qosja dyshova se po më qellonin nga mali. Efektivi Ardian Kodra shpallet dëshmorja dheut Nishani, mesazh ngushëllimi dënoi aktin gjakatar, pezullohet krye polici i Lezhës. Në një pjesë tjetër po kaq të rëndësishme me në qendër foton e Lorikcanës dhe Rita Orës, dy prej shqiptarëve ndër më të famshmit në përbot sot shenjtërimi i Nën Terezës Papa na bëri të jemi krenar. Nishani, Rama, Meta dhe Basha të gjithë në Rom, mbi 2000 polic për sigurinë. Shenjtërohet sot Nën Tereza. Kjo është një nga ngjarjet më të pritura të jubileut dhe është edhe hapi i fundit i rrugës kishtare të Nën Terezës së Kalkutës. Paktën kështu njihet një prej figurave më të njohura në historinë e katolikësë
katolicizmit të shekullit të 20, ditën e sotme në sheshin e Shëmpjetrit do të ketë delegacione nga 15 vende të botës për të respektuar dhe vlerësuar figurën dhe shenjtërimin e Nën Terezës. Këtë shkrim të plotë e lexoni në faqen 11. Misioni i Bashkimit Evropian Euralius 3 muaj trajnime për luftën kundër korrupsionit në faqen 4. Gazmendo Keta, pas reformës, politikanë të lartë rrezikojnë burgun. Në faqen 2 dhe 3. Mojkom Zeqo, studimi Venedikas për kanunin tonë, shekullin e 17, shkrimi faqes 22. Harta vlera e trojeve në Elbasan, Fier dhe Berat, nis procesi për pasurit e paluajtshme në të gjithë vendin, çmimet e referencës në Treqarqe, udhëzimi si të veproni për të regjistruar pasurin dhe si përfitohet deri në shkurt të 2017-s. Historia 3 vjet burg shqiptarit në Londër u kap me kokainë në çorape, shkrimi faqes 10 dhe 11, ndërkohë ka të tjera shkrime, gazeta shqiptare të cilat ne i përcjellim që janë të pasqyruar edhe në faqen e parë. Djalin e hatit në gjyq, skamgisht në grabitje, prokuroria, ekspertiz parave të gjetura. Dhe në Deutsche Welle nga Cosima Gill lexoni Nën Tereza, ndërgjegja e Kalkutës, dhe një tjetër shkrim sot në Milosao, Arjan Leka, dadaizmi, historia e lëvizjes kulturore në Shqipëri. Dadaizmi është një rrymë në fakt, mund ta lexoni këtë suplement dhe ne kemi lënë pas gazetën shqiptare. Do zhvendosemi në këtë momente në një tjetër të përditshme. Përcjellim titujt kryesor të gazetës Tema, shoqëruar edhe me opinionet dhe komentet që kjo e fundit ka gjithmonë në faqen e saj të parë. Euleksi shqiptar, si do të arrihet tek arrestimet VIP, shkrimi faqes 4 dhe 5. Nën Tereza, Murgesha që friksoi komunistët në Shqipëri. Shqipëria po fiton krenari të madhe nga fakti që Kisha Katolike shpall shenjtore në 4 shtator Murgeshën misionare Nën Tereza. Megjithatë, vendi i saj origjinës nuk ka qenë gjithmonë kaq entuziast për arritjet e saj. Dokumentet të siguruara nga BIRN zbulojnë se regjimi komunist i Shqipërisë, si duket, nuk e ka pasur kaq për zemër, edhe pse ajo prej vitesh na ka bërë krenare. Tallja e Nexhmie Hoxhës i pas ka zënë se vdaja Dibranët e mi buzë plasur. Këtë shtator ka zgjedhur për kryetarin e bashkisë në Dibër. Ka zgjedhje pra në datën 11 një javë si sot. E majta dhe djathta kanë përqendruar gjithë arsenalin e tyre për ta fituar këtë garë, sepse është shumë e rëndësishme. Partia Demokratike do duhet të dëshmojë se pas 3 vitesh në opozit ka fituar mbështetjen e duhur për të fituar zgjedhjet, ndërsa e majta duhet ndoshta të rikuperojë edhe imazhin e saj të prishur pak nga Shukri Xhelili, i cili në fakt u transmetua për herë të parë në të pa ekspozuarit këtu në Ora News. Në faqen 3 do të gjeni Nishani, Meta dhe Rama, të gjithë jashtë vendit, shteti në dorë të Niko Peleshit. Në faqen 3 e lexoni këtë shkrim. I referojmë disa materialeve të tjera të cilat janë në kokë të gazetës Tema. Ujku shqiptar që sundoi Moldavin për 19 vjet, shkrim që e lexoni në faqen 10 dhe 11 të Temës. Antena brenda familjes, Carmina e shqetësuar për incidentin që mund t'i kishte ndodhur Nishanit me abazhurin. Aeroporti Kukësit ende një ëndër e bukur. Në faqen 7 pritet në fakt që të rivihet në jetë aeroporti Kukësit, çka mund të cilte dhe rihapjen e shumë vendeve të punës. Opinion nga Enkeldemi, Nën Tereza, shenjtja e besimpakëve. Shon Thoma nuk qëllon të jeti pranishëm kur Jezusi shfaqet për herë të parë dishepujve të tij pas kryqëzimit. Këta të fundit ishin të tromaksur nga persekutimi dhe ishin mbyllur në një bimcë larg njerëzis. Shon Thoma nuk u zëbes shokëve të tij kur i thonë që mësuesi është ringjallur dhe lëshon atë thagmë aq shumë të njohur që nuk do ta besonte. Të plot dhe vazhdimin e lexoni në faqen 8. Mentor Kekia vjen me shkrimin disa pyetje Lulzim Bashës për të larguar qeverinë e Ramës në faqen 8 dhe 9. Jakub Krasniqi, gjua e komunikimit e shqiptarëve të partizuar në faqen 9 dhe nga Bledimane, nga Public Enemy lexoni Morkoço Kokdhima, Morbur edhe Psëz në faqen 9. I referohemi pra titullit që ka bërë shkrimin Bledimane. Shkojmë tashmë tek Rilindja Demokratike, organi shtypit Partisë Demokratike. Nën Tereza, shenjtoria që trembi regjimin komunist, regjimi e konsideroi si komplotiste ndaj diktaturës, ndërsa Vatikanin me politika armiqësore. Kryeartikulli i gazetës Rilindja Demokratike, rruga e palmave, 5.5 milion euro të tjera ikin për lesh, thot Rilindja Demokratike, por shqiptarët do të paguajnë shumë fish sepse Rama do t'i japë rrugën me koncesion. Në fakt ka zgjedhur të jetë e drejt për drejt. Rilindja Demokratike, organi shtypit Partisë Demokratike, në faqen 3 lexoni një aferë e re me zgjerimin e rrugës Tiranë-Durrës, 5.5 milion euro.
të investuara 2 vite më parë nga parat e taksa paguesve për të zbukuruar këtë rrugë, do të përfundojë në kosht të plehrave. Rama ka një tjetër projekt për të vjedhur me këtë rrugë, ai do t'i japë me koncesion taksa paguesit që paguan 5.5 milion euro për palma, tani u duhet që të paguajnë edhe disa 10 milion euro të tjera për zgjerimin e rrugës Tiranë-Elbasan dhe më pas do të duhet të paguajnë sërish për taksën që do të vendosë Rama po të kësaj rruge. 6 hektar me drogë në Rinas në pronësi të trafikantit Bushi, edhe ky shkrim është në Rilindjen Demokratike, ndërkohë ka të tjera lajme në këtë të përditshme. Shehu korrupsion me skavica në faqen 7, klientelizmi me tekste digjitale po në faqen 7. Mashtrimi me aeroportin e Kukësit të shkrimi faqes 6, nga Jane Walter, fundi socializmit, e gjeni këtë shkrim në faqen 3, Trump dhe rreziku i manipulimit në zgjedhje në faqen 7 nga VOA Express. Lexoni hakmarrja në internet sa i takon krimit më të ri, siç është krimi kibernetik, çka po rrezikon edhe globin për shkak të vjedhjes së informacioneve konfidenciale. Zhvendosemi tek Gazeta Nacional në këto momente, një e përjavshme kulturore. Romani kushtohet klerikut Pjetër Gjok Eli, një ngjarje në shtëpinë e jezuitëve. Romani ri nga shkrimtari Amadeo Baçi në faqen 21. Persekutimi të rebrezave të familjes Shehaj, teqja e shenjtë të planit, monument besimi, kulture, paqeje dhe mirësie nga Fatbart Shehaj në faqen 22. Supersticioni i shqiptarëve për malin e Tomorrit. Mali i Tomorrit nga kult fatdhënës në kult i gjakosur nga profesor doktor Sazanguri, shkrimi faqes 17, referuar në fakt edhe nëse mund ta themi në thonjza Kurbanit që u bëhet bagëtiva aty në nder të këtij kulti për atë malit Tomorrit. Editorial, ju tregoj krimet serbe në Kosovë nga Milazim Krasniqi në faqen 2 dhe 3. Simfonia udhëtimeve në përkontinent nga doktore Ylka Filipi në faqen 9. Në brendësi, lumturimi i Nën Terezës, poezi nga Ferik Ferra. Kuror soneti për Nën Terezën, poem nga Halil Haxhosaj. Zëri ndërgjegjes, tregim nga Reshat Kripa. Profili letrari Ernest Perdodës, kritik nga Anton Cefa, ndërkohë lexoni poezi nga Octavio Paz, Gabriel Garcia Marquez, Rainel Rilke, Skënder Doçi, Ronald Russell dhe Uran Kostrec, ndërsa proz nga Aziz Nesin, i cili mbahet në fakt për proz, Barem Torba, Ilias Boba, i Bashkim Sulçe, Sejdi Peka dhe Evangel Simaku. Florida Meshi vjen me albumin e saj më të ri me titull Fiksim. Istriva Gava boton librin me ese sekreti të menduarit pozitiv. Unë gruaja rë, flirtoj me universitetin, kritik nga Fatbard Rustemi. Erotizmi migjenian në letërsinë shqipe nga doktore Rovena Vata. Ndërkohë gjeni edhe një le të themi apel sa i takon Orion Birbatit, djalit nga Tropoja, i cili pas takimit me rrymën elektrike i shkaktoi dëmtimet më të mëdha, tashmë ndodhet në ditën e 38 në reanimacion në gjendje kome, një ngjarje dhe një tematik që e ka trajtuar në fakt në një kronik të zgjeruar edhe Departamentit i Informacionit në televizionin Channel One. Mirë, ne shkojmë tashmë tek gazetat sportive, ndalemi tek Sport Express. Euro pasuroi arkat e FSHF-s, 650.000 euro u fituan nga Fanelat për te shpërblimit të majm të UEFA-s për pjesëmarrjen dhe fitore në grup. Federata duket e kënaqur edhe nga shitja e Fanelës së projektuar përpara Euro France 2016 që mban emrin Triumf. Ja të gjitha prapaskenat e lexoni në faqen 5. Debiazi përzien letrat gati, një Shqipëri ofensive. Trajneri vazhdon të mbetet misterios, por në ndeshjen brenda familjes provon dy skema sulmuese 4-4-2 dhe 4-3-3. Balaj dhe Cikaleshi projektohen përpara në faqen 2 e lexoni këtë shkrim. Ali është derbi, por në Maqedoni do bëjmë tifo për ne. Mbrojtësi ka lindur në Kumanove, megjithatë njeh pak Maqedoninë e futbollit. Pandevmi rrezikshëm, jemi favoritët, por duhet japim më të mirën. Përshtypje të mira nga Loro Borici në faqen 3 gjeni këtë shkrim. Talenti e sulmoi në Maqedoni Asani, do të jem Kuqezi. Pra paskena Veseli rrëfen surprizën me numrin e Canës. Risia, një mesditë me yjet Kuqezi kur tifozët takohen me idhujt në faqen 5. Europiani basket Malizi bën si të doj vetë, tjetër humbje e thellë për ne. Partizani të kuqt ekipi nervoz para startit të sezonit. Skënderbeu zbulojnë skuadra e re, ja si do të jetë në fush.
Si se Mustafa mbyllin Mercaton, tani Teuta, prova generale Tsungu vendos 11-shin e parë. Polemikat Barcelona do të edhë në gjyq Santosin për Gabigolin, Itali Montella, Milanit tim i mungon agresiviteti dhe Angli Raiola sulmon Kloppin e trajtoi balon në një mënyrë jo të mirë, shkrim që e gjenin faqen 16. Dhe së fundin e shkojmë tek gazeta Gol. Mustafa dhe Mokhtar Gise mbyllin Mercaton e Tiranës. Të dy lojtarët në fjalë kanë nënshkruar dhe janë zyrtarizuar bardhë dhe blu për sezonin e ri, ndërkohë që prezantimi i tyre do të bëhet shumë shpejt, edhe ky është shkrimi i faqes 2. Kombëtarja taktik në stërvitjen e fundit në kryeqytet. Vllaznia, ekipi mendon për ndeshjen me Kuksin. Ndihmës trajneri Muharrem Sahiti, Kosova është gati për Finlandën. Sulmuesi Bekim Balaj tani si me fitore është e rëndësishme. Dhe së fundi po në faqen 2 lexoni Latifi mbetet në Korçë, dështon transferimi me mbylljen e Mercatos, mundësia që sulmuesi të transferohej u venit. Dhe me gazetën Gol ne kemi mbritur në fund të hapësirës në fund të hapësirës informative sa i takon përcjelljes së titujve kryesor të gazetave, do të ketë në këto momente muzik, reklama dhe kthehemi përsëri për të filluar pjesën tjetër sa i takon të ftuarve dhe bisedave në studio. Mos u ndani. Mi përsëri në transmetim drejt për drejt, jemi në pjesën sa të orientojmë dhe unë pak me pjesën e kamerave sot, besoj e kam mirë kuptimin tuaj. Jemi në pjesën e të ftuarit, do të flasim për një temë e cila është delikate, është e ndjeshme sepse një pjesë e mirë e popullsisë shqiptare i gjen veten te kjo temë. Kam kënaqësinë që ta filloj sezonin me zotin Bilal Kola. Mirëmëngjes, mirë se erdhe zoti Bilal, i cili është drejtori i Institutit të përndjekurve politik. Të mbar besoj e ke këmbën. Shpresoj. Nuk e vend diskutim, bëj shaka. Juve nesër keni një datë rëndësishme, zoti Bilal, një ditë përkujtimore, sa i takon do zhvendoseni nga Tirana në Lushnjë për, le ta themi, në thonjza viktimat e komunizmit, përdora këtë term për të mbledhur, le të themi, gjitha të shtresë popullatit cila ka vuajtur në 45 vitet e diktaturës. Çfarë është konkretisht? Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Uroj që ta kem të mbar. Po pse jo? Bëhet fjalë për dy data që janë një javë njëra pas tjetrës në rendin e datave ndërkombëtare të kujtesës. Njëra është 23 gushti, tjetra është 30 gushti, që janë respektivisht dita ndërkombëtare e viktimave, dita ndërkombëtare e të zhdukurve. Këto janë në aspektet e kujtesës që le themi Europa i bën viktimave të regjimeve totalitare. Në sensin e aktivitetit që kemi ne si institut, ne për vit këto dy data i komemorojmë dhe këtë vit kemi përzgjedhur që të inaugurojmë një memorial për internim dëbimet nga 1954 deri 1991 në Lushnjë. Tani pse memorial dhe pse në Lushnjë, do doja që t'ja u shpjegoja. Sa do pyesja? Okej, i parapriva pyetjes. E para njëherë do të keni parasysh një fakt. Në 32.000 persona që ne kemi në arkivat tona si të internuar dhe dëbuar nga regjimi komunist, midis cilëve natyrisht ka edhe foshnjë sapo lindura, edhe pleqe plaka në një moshë 80 thyr. Ndjes, pse përfshiheshin edhe foshnjët e sapo lindura apo duke qenë pjesë e familjes e kapte gjithë, le të themi, familjen? Gjithë familja ishte armike, natyrisht dhe sapo lindur ishte armik. Këtu kemi të bëjmë, t'ja u shpjegoj dhe t'ja shpjegoj. Unë nuk e konceptoj dot, megjithatë është pjesë e regjimit. Këtu më keni mua për t'ja elaboruar. Bëhet fjalë për një, dhe ne marrim pak sa me dozë, le të themi me që jemi mëngjes. Me dozë humori. Me dozë buzagazi, jo humori. Bëhet fjalë për 32.000 persona që ne kemi në arkivat tona, cilët janë të internuar apo dëbuar për gjatë 1954 deri 1991, dhe fenomeni interesant për të ditur botërisht për këta 32.000 persona është se askush prej tyre nuk është gjykuar dhe më pas dënuar, qoftë me ndonjë proces administrativ apo me ndonjë proces gjyqësor. Këta janë persona që janë ndëshkuar pa u dënuar. Pa gjyq. Pa gjyqit dhe pa ndonjë proces administrativ. E kuptoj. Janë persona që janë marrë torbat, janë hedhur në një zetore, në një qerrë apo në një kamion dhe janë transportuar drejt këtij rrethi i cili nga 32.000 persona që janë gjithsej me këtë status, ka jo më pak se 90% prej tyre. Në këtë sens ne kemi zgjedhur të bëjmë memorialin e kujtesës për internim dëbimet 1954, 1991 në këtë rreth. E kuptova. Dhe gjykoj që kjo është arsyeja pse Lushnja, kurse sa i përket pse memorial, gjykoj se
shumë pak njerëz në Shqipëri, apo përfshi juve të medias, keni këtë lloj informacioni që po bëhet fjalë për familje apo individ të cilët pas një proces as janë gjykuar, as janë dënuar. Thjesht janë dëshkuar. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse memorial, se është një shprehje të cilën unë kam qëmtuar dhe e vlerësoj, që thot nëse historia është shkruar gabim apo është shkruar keqazi, mënyra më e mirë për ta induktuar historinë bie të bësh memoriale më shumë se sa libra. Për faktin se memorialet janë shumë vizibël, memorialet preken nga dëgjë të mëdhenj pleqe plaka, dhe në këtë kontekst e kanë dhe efektin e asaj që ballafaqon publiku shumë më të madh se librat e shkruar. Kështu që në këtë memorial unë dëshiroj të ndaj me ju faktin se do jenë të gjithë emrat e familjeve, jo të individëve, se individët do bëhen shumë, të gjithë emrat e familjeve që kanë vuajtur kalvarin e internim dëbime nga 1954 deri në 1991. Në këtë rreth, i cili ka patur 14 pika të tilla. Në këto 14 pika bëhet fjalë që kanë qenë rreth 90% e këtyre 32.000 personave. E kuptoj. Më të rritur natyrisht përdoreshin në ato vitet e para për tharjen e knetave, për punët më të rënda, dhe pastaj gjithë familja normalisht kishte ato deprivimet e skajshme, që mund të them bëhet fjalë për dalje nga rrethi, pa një arsye madhore, dhe arsyet madhore kryesisht mund të ishin vdekjet, domethënë le të themi këto sebebet e mëdha apo ngjarje të rëndësishme të jetës, po. Fakit e mëdha të personave. Kështu që në kontekstin e privacioneve mund të themi që të gjithë kanë patur nga 32.000 persona që kanë vuajtur këtë lloj vuajtje dhe persekucioni, kanë patur deprivacione nga më të mëdha. Përveç se heqje të drejtave, për shembull, po bëhet fjalë për arsimin, nuk ka patur njëri drejt arsimit, drejtën e punës, vetëm punët më të rënda bëheshin fjalë që u servireshin këtyre njerëzve. Kështu që gjykojmë që ky memorial në radh parë njëherë adreson atë elementin e respektit dhe empatisë që duhet të ketë shoqëria për këtë shtres, dhe e dyta, mirë është që të kemi vepra të tilla që emrat e këtyre familjeve të ngelen në panteonin e asaj që unë do qoja le të themi drejtësi morale dhe drejtësi e munguar në gjithë atë spektrin e vitet e diktaturës shqipe. Këta 32.000 persona që ju thoni, zoti Bilal, ju dihet, besoj, pjesës më të madhe ku tashmë ju prehen eshtrat, apo ka edhe nga ata të cilët nuk kanë një vend, nuk kanë një varr, nuk kanë një vend ku ndoshta të afërmit e tyre të largët të kenë mundësi të çojnë edhe një buqet me lule. Dhe ndoshta ky memorial i përmbledh të gjithë, edhe ke një vend ku të shkosh për shembull të afërmit e tyre dhe të nxjerrin mallin apo të nxjerrin ato që ndoshta për brenda me vite i kanë mbajtur në shpirtin e tyre. Keni ngrit një pyetje që është realisht shumë sensibël. Në fakt, në ky memorial përmbledh praktikisht vetëm grupin e personave që kanë vuajtur internim dëbime. Nuk përmbledh ata persona që janë ekzekutuar me ose pa gjyq, apo ata persona që gjatë vuajtjes dënimit në burg, kur kanë vdekur në burg, nuk janë kthyer jashtë familjes. Nuk i përmbledh këtë grup personash. Ne shpresojmë, dhe unë jam shumë fort i angazhuar për të patur një memorial kombëtar në Tiranë, i cili të përmbledh të gjithë. Natyrisht me një format i cili do vlerësohet nga ekspertët dhe jo nga komuniteti, por komuniteti është më së i vendosur që memoriali që do kemi në Tiranë do t'i përmbledh të gjithë to element dhe grupime individesh. Sa i përket këtij memoriali, ky është i fokusuar vetëm te grupi i personave që ka vuajtur internim dëbimet nga 1954 deri në 1991. E kuptova. Ndërkohë, si drejtues i Institutit të Përndjekurve Politik, besoj sfidat janë të mëdha për institucionin që ju drejtoni. Nëse bëjmë një lloj krahasimi shtatorin e vitit kaluar me shtatorin e këtij viti, ka ndonjë ndryshim në këtë hark kohor, një vjetor, shtator dhe ato që nuk janë plotësuar? Besoj mbeten se sfidat dhe objektivat tuaja kryesore për këtë shtatore më mbrapa? Pyetje shumë e gjerë, po që nuk e pyetja shumë interesante dhe besoj se të gjithë jemi në atë kontekstin e kohës. Në qoftë se gjërat nuk bëhen në kohën e dur, humbet rëndësia, vlera, duket sikur s'bëhen më. Është sigurt që i humb vlera.
besoj edhe rëndësia bashkë me të, sepse njerëzit janë përkohshëm, njerëzit nuk janë përjetshëm, kështu që në kontekstin e përkohshmërisë edhe gjërat do të kenë afate. Absolutisht. Kështu që pyetja që ngrihen është shumë e vlerë. Unë them që pak ka ndodhur për sa i përket shtatorit 2015 me shtatorin 2016, pak ka ndodhur, po them që pak ka ndodhur nga konteksti i asaj që unë aspiroj dhe dëshiroj të ndodh. Ama po të marrësh këtë le të themi segment kohor, shtator 2015, shtator 2016 dhe po ta përpjestosh të segment kohor me le të themi shtator 1991, ku me që jemi shtator pse jo? Shtator 1991 është ligji i parë për këtë shtres nga parlamenti dhe për çudi, le po e themi për çudi, paktën në gjykimin tim është për çudi, ky ligj është miratuar nga 100% e deputetëve dhe është ligji i pafajësisë. E di çfarë thotë ky ligj? Ky ligj thotë që shteti u bie pardon kësaj kategorie individësh. Ju kërkon falje. Kërkon falje. Dhe përpos kësaj thotë që ne si shtet angazhohemi që nga pikpamja morale dhe nga pikpamja financiare tu rehabilitojmë dhe dëm shpërblim. E kuptoj. Tani shtatori 1991-shit me shtatorin e 2015-s themi që jo më hapa breshke, po mund të jetë ecur më shumë anash se sa drejt. Kështu që në atë kontekst besoj shtator 2015, shtator 2016, besoj që po ta përpjestosh me këtë afat që thash unë, shtator 1991 me shtator 2015 nuk ka të krahasuar. Që janë bërë gjëra, ajo që mund të them është se ka një sensibilizim jashtëmase të madh në atë që quhet kujtesa kolektive. Dhe këtu nuk mund të them domethënë që 100% është merita e institutit, por ama instituti ka gjetur faktor dhe aktorë të rëndësishëm ndërkombëtar, si puna OSBE-s, që ka qëmtuar shumë në këtë fushë. Dhe fondacione të tjera shumë të rëndësishme si Konrad Adenauer. Dhe duke qenë se ne jemi një vend që duam se s'bën të kemi bekimin e tuajve para se të shkojmë edhe në një vend, le të themi Guzhina, para se shkojmë gatuajmë. Ashtu? Para se shkojmë dhe gatuajmë. Po mirë, është bekimi mirë ai që dal dreka më e mirë. Mima, shumë mirë është bekimi, po s'kemi pse se është nevojë fiziologjike të shkosh në kuzhinë dhe të gatuash. Të ushqesh, absolutisht. Kështu që ne pa patur bekimin e tuaj nuk bëjmë asgjë. Kam përshtypjen që le të themi instituti është i vetëdijshëm për këtë bekim që i duhet shqiptarëve. Kështu që jemi munduar të gjejmë organizata prestigjioze ndërkombëtare me qëllim që të promovojmë kauzën tonë. Dhe besoj që në një farë mënyrë jemi duke promovuar. Kjo është shumë e mirë. Po, nëse unë bëj një tjetër pyetje, pyetje krahasimore, besoj ka institute të tjera, të paktën në Europë, po qëndrojnë në kontinent, si motrat tuaja. Sa larg jeni juve në realizimin e objektivave? Mos më thuaj vite dritë se... Jo, vite dritë nuk jemi, po jemi vite. Jo, nuk jemi vite dritë, po jemi vite shumë vite larg. Pse? Po jap dy fakte. Në vendet e lindjes, unë i kam vizituar praktikisht gjitha. Kam vizituar Poloninë, kam vizituar Çekinë, kam vizituar Gjermaninë, po në sensin e impaktit që ka pasur komunizmi në pjesën lindore e Gjermanisë. Pra i kam vizituar këtë vende dhe di për fakt të gjë që proceset, qofshin rehabilituese, qofshin integruese, kanë përfunduar në vitet 90 dhe kryesisht në mes viteve 90. Pra ne jemi 20 vite larg. Nuk jemi vite dritë, po jemi 20 vite larg në procesin e rehabilitimit dhe integrimit. Pra, dëshpërblimi ka përfunduar për gjatë viteve 90, kjo çështja e hapjes dosjeve. Do ndalem këtu unë. Patjetër, po unë po u jap shembujt që pastaj ju të ndalni. Aty ka përfunduar, po, sepse kërkoj ndjes edhe para pak kohësh është dhënë një lloj ekspertize gjermane se si ka funksionuar në Gjermani hapja e dosjeve. Në Gjermani ligji është bërë 1991 dhe direkt mbas bërjes ligjit është ngritur autoriteti, ka filluar administrimi, dhe vazhdon procesi, sepse nuk është problemi, domethënë fillon dhe mbaron aty. Fillon dhe mbaron, po ama ka filluar, vazhdon procesi, natyrisht ritmet e procesit tani janë shumë të papërfillshme në raport me çfarë ka ndodhur për gjatë viteve 90, por thelbi është patjetër. Po dhe të ne do vazhdoj procesi sepse mund të ketë interes media për të bërë hulumtime, mund të kenë interesa akademike për të bërë hulumtime, mund të ketë interesa nga më ndryshme. Por ama individët cilët renditen si le themi prioritar në marrjen e shërbimit nga autoriteti që s'është krijuar ende, po në Gjermani kur është krijuar apo në Çeki apo në Poloni kur është krijuar për gjatë viteve 90, ta i kanë marrë shërbimet e tyre, i kanë marrë që le të themi me krijimin e autoritetit. Apo ajo që quhet
lustracioni, sepse lustracioni, le themi, lustracioni ka një kush paraprak, ka hapjen e dosjeve. Pa bërë hapje dosjesh, nuk mund të kesh lustracion. Në kuptimin e efekteve që do sjelli pastërtia e figurave vendimarrëse në jetën publike. Pra, nëse nuk i hapet dosja e Bilalit, natyrisht që nuk dihet domethënë a mund të ushtrohet pastërtia e figurës për këtë individ. Kështu që gjithë këto procese që kanë të bëjnë me rehabilitimin moral apo kjo pjesa e memorialeve në Gjermani janë disa. Në Gjermani, Poloni, që vende që përmenda, janë disa memoriale që janë bërë në respekt dhe nderim të këtyre personave. Janë jo vetëm memoriale, po edhe pjesa e kujtesës kolektive tek ajo që quhet lançimi i vuajtjeve, po në kuptim të respektit që shoqëria do të ketë për të shtresë. Janë disa qendra, qofshin këto burgimi apo internime që kanë masive që kanë ndodhur në këto vende, sidomos gjatë kohës Stalinit, kur Stalini ka qenë gjallë, janë kthyer ka ndodhur një super muzealizim. Gjetja të zhdukurve ka vite që është bërë, polakët janë ku e ku domethënë me këtë proces, po ndihmojnë edhe vende të tjera dhe ne kemi marrë një garanci që me hapjen e procesit mund të kemi edhe asistencën e tyre në vizitin që kanë bërë atje. Pra, me pak fjalë, ne jemi 20 vite larg, nuk jemi vite drejt. Po mirë, 20 vite janë ngushëllueshëm krahasuar me, le të themi, 30, 40 apo 50 vite. Megjithë po sepse nuk mund të jemi më shumë se 20 vite. Komunizmi ka rënë 1990. E kuptoj. Ama ata kanë ecur mirë. Patjetër, ata e kanë mbyll procesin, në ato vitet e para. Ne jemi 26 vite më mbrapa dhe për të ngushëlluar veten, unë them që ne ecim ngadalë, po të sigurt. Kjo është interesante. Për të ngushëlluar veten. Hapja e dosjeve. Të rrojmë po kaq shumë, domethënë, të ngadalë dhe të sigurt. Po të shpresojmë, ndonjëherë disa gjëra nuk janë në dorën tonë, janë në ca forca të minatyrshme, unë e quaj Zot dhe e besoj atë megjithatë. Hapja e dosjeve. Rëndom, madje kur u miratua ligji, ne kemi qenë bashkë në studio gjatë kohës miratimit të ligjit në shtëpinë tonë tjetër, po jo në këtë shtëpi 3, po prapë në të njëjtin sinjal. Shumica fillonin të flisnin, do hapen dosjet, filani do të ketë largim nga puna, ndoshta edhe deri tek burgosja, do t'i dalin gjitha të palarat. Unë dua të di çfarë kanë ato të uruara dosje. Dhe kur pas kanë kaq shumë gjëra, pse nuk hapen? Mirë, e para njërë... Çfarë kanë dosje, sa them dot? Më lërë të përgjigjem, domethënë kur paskën ka shumë gjëra se nuk hapen, po ka një logjikë. Bëra një pyetje fëminore në kuptimin sa më të thjeshtë. E di. Shumë faleminderit që e bëre të tillë, po unë do mundohem ta jap përgjigjen po të drejtë për drejtë siç e pyetja juaj. Ka një çështje që duhet perceptuar mirë nga të gjithë. Në qoftë se dosjet do ishin të parëndësishme, sigurisht që nuk do bisedoj për to. Nëse dosjet nuk do kishin impakt në shoqëri, sigurisht që nuk do kishte interes shoqëria për diskutuar për to, po sigurisht janë të rëndësishme dhe do kenë impakt në shoqëri, prandaj shoqëria do të ka interes për diskutuar për to. Tani çfarë kanë ato dosje? Ato dosje ka gjithçka që nuk duhej të ekzistonte në kuptimin formal të fjalës ekzistonte. Unë po sqaroj me shumë pak fjalë këtë gjë, që një organizatë si sigurimi i shtetit nuk ka funksionuar mbi bazën në një rregulli, mbi bazën në një direktive, mbi bazën në një ligji. Ka qenë 100% ekstraligjore, ose në gjuhë më të përshtatshme ka qenë e paligjshme. Po. Kështu që gjithçka që ka bërë, imagjinoni se sa e rënd ka qenë që për një sistem diktatorial, mos të shkruhet në ligj, ose mos të shkruhet në direktiva. Gjithçka që ka ndodhur aty ka qenë ekstraligjore, ka qenë e paligjshme, sepse nuk mund të gjesh asnjë dispozit në ligjin e asaj kohe që flet për rrëmbimet e personave që i ka bërë sigurimi, që flet për dhunimet e personave që i ka bërë sigurimi, që flet për vrasjet që i ka bërë sigurimi, që flet për torturat që i ka bërë sigurimi, që flet, ju siguroj për këtë, për përdhunimet që i ka bërë sigurimi. Kështu që në këtë kontekst, gjërat që janë në dosje, unë nuk jam i sigurt nëse gjithë kjo përçutni pasqyrohet në dosje apo jo saktësisht, por jam i sigurt që një pjesë e saj pasqyrohet në dosje. Tani imagjinoni shokun që do ketë shoqëria po të zbuloj që një organizatë shtetërore për të cilën s'ka ekzistuar asnjë ligj, asnjë direktivë, por ka funksionuar vetëm mbi bazën e çfarë thot partia bën sigurimi, çfarë thot dikush bën sigurimi. Imagjinoni shokun që kjo do sjell në le të themi në gjithë atë bazë
mendje shëndoshës që ne kemi në shoqërinë tonë. Se mund të kemi edhe njerëz që kanë probleme mendore, që thonë mos ka gjë se mira kanë bërë. Mund të kemi. E kuptoj, jo, absolutisht. Jemi gati 3 milion dhe 3 milion. Unë besoj domethënë që ka njerëz me probleme mendore, pra dikush që thotë që mirë kanë bërë se e kanë vrarë, mirë kanë bërë se e kanë përdhënuar, mirë kanë bërë se e kanë torturuar. Për sa kohë domethënë që personi që kanë vrarë, torturuar, përdhënuar, ka qenë njëri në punë ti, në sap ti dhe se pas ka shprehur le të themi me verb, me fjalë, ka shprehur pak kënaqësinë e tij për sistemin, atëherë ky është gjykimi im, po gjithsesi dhe jam i sigurt që jam në majorancë jo minorancë këtë gjë. Ajo që është shumë e rëndësishme është kjo, që dosjet nuk janë hapur në Shqipëri, sepse mungojnë autoritetet, institucionet gjithëzbatësuese. Nuk ka patur vullnet në radh parë politik për ta bërë një gjë të tillë. Aktualisht pse nuk hapen? Okej, unë them që e njëjta gjë ekziston, pra vullneti politik nuk është solid për të bërë procesin, natyrisht që vullnet politik ka patur për të bërë ligjin, sepse kjo nuk mund mohohet, por ama nëse ligji thotë që 1 muaj mbas miratimit miratohet, 1 muaj mbas aprovimit në parlament, miratohet autoriteti që administron dosjet dhe ky autoritet ende nuk është miratuar, pse nuk janë zgjedhur 5 anëtarëve të tij, atëherë çfarë mund thuash? Mund thuash këtë gjë, që vullnet politik për të hapur dosjet nuk ka, për arsyet që unë thash. Besoj kemi edhe disa minuta për ta mbyllur bisedën, zoti Bilal, unë mbetëm prap në një pyetje në lidhje me këtë temë. Mos ndoshta ky vullnet nuk është solid për arsyen se një pjesë e mirë e qytetarëve apo e drejtuesve mendojnë që hapja e dosjeve do të sjellë kaos në kuptimin që unë, për shembull, nipi i dikujt, në rastin konkret nipi, po pse jo edhe mbesa, se ka dhe vajza të cilat janë më gjaknxeta, nëse mund të shprehemi kështu, dua të marr hak në thonjza për atë se çfarë zbuloi në dosjen e gjyshit apo gjyshes time, çfarë ka ndodhur familjes time. Automatikisht mësoj që e ka bërë zoti Bilal dhe pastaj unë nuk e di çfarë bëj. Mund të cënoj, le të themi, stabilitetin në vend hapja e dosjeve? Jo, sepse ne nuk jemi në epokën e gurit që t'jemi një shtet pa ligje. Jo, them unë jam i bindur për këtë, unë jam jurist në profesion dhe nuk e di po e kam të lloj induktimi që për sa kohë që shteti ekziston, janë të gjithë mekanizmat e duhur për ta parandaluar këtë gjë. Ne fare, domethënë vrasje ndodhin në Shqipëri sot, unë nuk kam dëgjuar domethënë para 2 ditësh, fatkeqësisht. Sot dje, domethënë para 6 muajsh, para 16 vjetësh ka ndodhur vrasje në Shqipëri dhe unë nuk kam dëgjuar që kur shteti ka funksionuar të ketë pasur vetgjysi. Unë s'e kam dëgjuar këtë gjë. Sigurisht që vetgjysia ekziston, po kur shteti është dështak, kur ai dështon në le të themi dhënien e drejtësisë. Dhënien e drejtësisë dhe praktikisht kontrata sociale këtë gjë ka, domethënë që ne jemi bashkuar jetojmë bashkë për një arsye ose le të themi për 2 arsye madhore. Një, për të pasur siguri për jetën dhe dyta është për të pasur siguri për pronën. Këto janë 2 arsyet që ne bashkëjetojmë, se ne secili mund zgjidhet nga një shpellë, edhe rrinim aty, domethënë nuk ishte nevojë për shtet. Tani nëse shteti dështon, sepse edhe shteti na cungon disa lirinë që jetojmë bashkë. Për shembull, nuk mund të bie unë ty, nuk mund të biesh ti mua, nuk mund të thyej unë ty, nuk mund të thyesh ti mua. Në këtë kontekst, askush prej nesh nuk bën vetgjysi nëse shteti funksionon. Dhe unë them që ky ligj i dosjeve është shumë i mirë për të pjesa e parandalimit dhe vetgjysisë, sepse në ligj thuhet kështu. Institucionet kryesisht pra, me emocionin e tyre, e kanë të drejtën që kur X-i i paska bërë një gjë Y-it, që me ligjin e kohës ndalohet dhe X-i jeton, ta nxjerrin X-in para drejtësisë. Pra, nëse X-i e ka torturuar Y-in, e ka torturuar. Merret drejtësia dhe ligjet aktuale. E kuptoj. Jo ligjet e asaj kohe. Normal. E ka torturuar, pa lejohet tortura, nuk lejohet tortura. Atëherë domethënë, në rastin konkret, X-i ka shkelur ligjin ndaj Y-it dhe sigurisht që mund vjet para organeve të drejtësisë. Unë them që këto gjëra kanë ndodhur, ne shqiptarët mos gjykojmë për asnjë sekond që ne shqiptarët duhet jemi ndryshe nga gjithë globi. Ne jemi një lloj. Ne jemi një lloj, domethënë, ndaç kur na shef, ndaç kur na dëgjon, ndaç kur përjeton gjërat me ne. Ndoshta duke qenë se jemi në Europën jugore ta quaja unë, domethënë jemi çik më sanguin, po kjo s'do të thotë domethënë që kemi ndonjë diferencë të madhe nga ata që i kanë përjetuar. Jemi çik më gjaknxet ne. Po, jemi çik më gjaknxet sepse kam përshtypjen që kemi shtet apo na ka bërë koha. Kemi shtet më dështak në sensin e mosmarrjes së përgjegjësive që ka. Jo kemi tani. Ne e kemi tani dhe e kemi pasur gjithmonë në raport me çfarë kanë të tjerë.
Shpresoj që të mos e kemi më, po ta kemi akoma edhe më të fortë, sepse na bën mirë të gjithëve, një shtesa më i fortë është mirë për të gjithë. Ajo është unë them është proces ditor, mujor, vjetor që ne të kemi një shtet më të fortë, me shkop magjik nuk kemi për ta patur. Po këto reforma në drejtësi, domethënë reforma në drejtësi është për mua është domethënë një premis fantastike për të patur një shtet më të konsoliduar. Do ta kemi, besoj që po, le të themi që shpresa të na jap optimizmin për të rregulluar gjërat, sepse gjithsecili prej nesh dëshiron, besoj dhe ka dëshirën e madhe që t'i ofroj fëmijës së vet në kontributin e pakët që jep një shtet më solid dhe më të fortë. Nëse secili prej nesh, në bashkësi, pasi kontribuon, po pra, po. Shkojmë të shpellat, kontratës sociale dhe se unë e kam qef këtë pjesën. Në bashkësi, nëse secili prej nesh kontribon dhe nuk e shef drejtësinë, domethënë vetëm tek ai qertulli i vogël i tij, po e shef në kontekstin e gjerë të komunitetit, jam i sigurt domethënë që do bëjmë hapat mirë dhe kuptim plot për t'ju bashkuar familjeve që janë në shtet solid, për shembull si Europa Perëndimore apo Amerika. Absolutisht. Të falenderoj shumë, ju uroj punë të mbar, nesër uroj me zemër që aktiviteti të shkojë sa më mirë, të keni një vëmendje më të madhe dhe solidarizim më të madh moral dhe pastaj pse jo edhe financiar për atë që i takon të gjithë shtresës së të përndjekurve politik nga ana e shtetit. Dy gjëra do doja domethënë të ndaja me ju me që kemi këtë event. Në radh parë dua të falenderoj drejtorin e postës shqiptare që ka kontribuar, e ka detyrim ligjor posta shqiptare, po zoti Malin Lezimi e ka përmbushur detyrimin e tij për dhënë atij kontributi për ndërtimin e memoriali. E kam mik Malinin, por gjithsesi domethënë detyrohesh t'ia bëja këtë gjë. E dyta, të gjithë janë të ftuar nesër në ora 10, të gjithë familjarët që ose individualisht, ose në personin e tyre, ose në familjen e tyre kanë përjetuar këtë kalvar, janë të ftuar që nesër në ora 10 në bulevardin e Lushes inaugurojmë memorialin. Kështu që janë të ftuar të gjithë marrin pjesë. Unë ju uroj që gjithçka të shkojë sa më mirë dhe pse jo do të kemi përsëritë të tjera takime nëse ka ndryshime dhe nëse ka për shembull një bum të tipit që të gjithë të përndjekurit u rehabilituan, morën lekët dhe tashmë janë në procesin e integrimit. Atë do presim sa kohë. Po mirë, presim, ama të bëhet. Unë uroj që të bëhet dje, po duke parë trendin edhe sigurisht domethënë që jam në korsinë e shpejtë për ta bërë këtë gjë, po duke parë trendin them që do duam akoma shumë më tepër punë dhe angazhim. Flas të presim, po jo si pritja e godos. Absolutisht. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit për ftesën. Gjithashtu që erdha. Të dashur miq, shumë pak do të ketë muzikë, reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë të programit për të folur për një temë sociale të ndjeshme, por që pse jo, shpresojmë që të rrisim sadopak ndërgjegjen sociale të gjithë secilit prej nesh për të reaguar kur ka fenomene që nuk na cënojnë drejt për drejt, por që në të rëndësi cënojnë shoqërinë shqiptare. Vetëm pas pak. New York, Paris, London, and Los Angeles. In order to ensure your safety, you must avoid the blast, avoid the heat, and ration all food and water. Maybe it was all too late. Everything's bound to break. Sooner or later, you're all that I can trust. Facing the darkest days, everyone ran away. But we're gonna stay here, I know you're scared tonight. I'll never leave your side. When it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. When there's no one else around, we'll be two souls in a ghost town. When the world gets cold, I'll be your cover. Let's
falls, when it all falls down, I'll be your fire when the lights go out. When there's no one else around, we'll be two souls in a ghost town. Segafredo. Përsëri në transmetim drejt për drejt. Dgjoj, ka nga këto surprizat, sepse unë po flisja në fakt me të ftuarin si një mik të vjetër që e kam për planet e mia, për titullin doktor shkencash për shembull. Pse jo, duke qenë se miku që unë kam në studio e ka marrë një titull të tillë. Është Alkedino, drejtori i shkencave sociale, sociolog, pedagog në Universitetin e Korçës. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta. Më duket pak çudi që nga shok shkollet jemi në këtë pozicionin kështu intervistues. Megjithatë, Alketi është një nga sociologët i cili her pas here bën reagime sa i takon dhunës ndaj grave, dhunës në tërësi, vrasjeve dhe të gjitha këto impaktit social që këto krijojnë në shoqëri. Madje për këtë arsye do më japësh autografin live, ë? Unë këtë po e mendonja rrugës, domethënë, duke ardhur nga qyteti im që është. Si korçar tipik po e mendonja rrugës. Dhe mendova që meqense është ftesa e parë në emisionin tënd dhe unë me botimin tim të parë, me provën time të parë, e cila flet për paragjykimet dhe stereotipet, ne jemi një vend ballkanik, brenda këtij globaliteti, domethënë dinamik, dhe kemi shumë paragjykime stereotipe nga cilat duhet të çlirohemi, sepse vetë realiteti evropian ku ne do të bashkohemi shumë shpejt në familjen e madhe evropiane, duhet jemi përtej këtyre paragjykimeve dhe stereotipeve, se në fund të fundit të gjithë jemi një. Absolutisht. Dhe nëse më lejon, sepse sot është vërtet një ditë e shënuar dhe ja rastisi, domethënë që rastësia mbreti botës. Është shëntërimi i Nën Terezës, absolutisht. Unë marr, nëse do më lejosh, domethënë të transmetoj një mesazh se si populli shqiptar arriti të nxjerrë nga gjiri i tij Nën Terezën, e cila është simbol global i humanizmit dhe i dashurisë. Kemi një figurë për të cilën ne realisht me gojën plot mund të mburemi dhe të ndihemi krenar pa diskutim dhe figura të tjera, jo vetëm nga fusha e le të themi ndërgjegjes morale, humanizmit, por edhe nga arti, sporti, kultura. Kemi, fatmirësisht kemi. Kjo është e mira, megjithëse jemi një popull i vogël, le të themi kemi arritur të nxjerrim vlera që janë universale. Imagjino të ishim ne për shembull si nuk po shkojmë lart si Gjermania. Jo, nuk mund të ishim. Dgjoj, nëse ne do të ishim si Gjermania, atëre Gjermania do të ishte si ne. Imagjinoj gjermanët si dhe si shqiptarë. Po të mblidhemi ne, ndërkohë që Alketi mua ti vjen pa autografi. Unë e kam menduar dhe sloganin në fakt. E ke menduar? Nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Ndërkohë që Alketi bën gati mbi shkrimin pse për ta patur dhe një kujtim, do të flasim, dua të ndalem pak te tema që do të trajtojmë. Besoj të gjithë jemi koshent që fundjava e premtja ka qenë intensive, ka qenë jo aq e mirë sa i
zakon Torovicës së Lezhës, pasi një person i cili kishte probleme mendore, David Qosja, mbajti për një periudhë të caktuar kohore për disa orë peng, nëse mund të themi kështu, duke qelluar në ajër me automatik me breshëri plumbash policinë e Lezhës. FNSH-n fatkeqësisht humbi jetën edhe një prej efektivëve të FNSH-s, 50 vjeçari Kodra. Ne si stafi dërgojmë edhe ngushëllimet e sinqerta familjes për humbjen e babait të 2 fëmijëve, një ngjarje e cila të krijon një impakt social jo pozitiv. Një pyetje që gjithë secili prej nesh besoja bën vetes, ore çfarë po ndodh realisht me ne? Pse këta njerëz janë të depresuar? Pse kanë probleme mendore dhe ai nuk kishte besoj ndjeni, nuk kishte as kartel mjekësore. Në anën tjetër pak muaj më përpara në Vlorë një i ri merr peng një të mitur 12 vjeçar dhe i pret kokën. Çfarë trysnie sjell kjo alket në ndërgjegjen qytetare të njerëzve? E qartë. Për gjithë së vërtetës është një problem sociologjik, është një problem social, sepse vetë dinamika e përditshmërisë në shoqërinë shqiptare, në këtë le të themi kaos vlerash, kaos institucionesh, nuk parim të gjej vetveten e saj në formën e dur, sepse në fund të fundit shoqëria përbëhet nga njerëz dhe si të tillë ne duhet të sillemi. Ngjarjet e fundit vërtet që kanë lënë një shije jo të mirë në të gjithë opinionin publik, besoj jo vetëm në atë shqiptar, por edhe tek vendet që na rrethojnë. Janë sigurisht sjellje që ne nuk na bëjnë nder, por për fat e keq ndodhin. Janë disa faktorë social që ndikojnë. Në radhë të parë janë faktorët ekonomik, të cilët janë shumë të rëndësishëm. Gjendja e vështirë ekonomike, shumë njerëz i çon që të dalin për te vetes së tyre dhe të bëjnë sjellje që nuk janë të kontrolluara, apo të shkojnë drejt rrugëve devijante siç është krimi apo dhune të tjerë. Duke mos pasur arsye konkrete pse bën, ai thjesht e bën këtë sepse është në një gjendje të keqe ekonomike. Gjithashtu institucionet për fat të keq nuk po e luajnë dot siç duhet rolin e tyre. Institucionet sociale e ke fjalën apo në tërësi institucionet kristatuese? Po themi këto tani, edhe policia një institucion social është një institucion i mbrojtjes sociale që neve na mbron. Nëse neve do të hyjmë në detaj, ne kemi ligje shumë të mira, ligje të standardeve europiane. Por për fat keq kemi çeduar se kjo është bërë si sikur e ripërsërisim gjithmonë patueshmëria. Përsëritja është baba i mërzitjes, nëna e dijes. E vërtet është. Më vjen mirë në fakt, unë kam dëgjuar një iniciativë të ministrit Klosi, i cili ka ndërmarrë iniciativë për ndarjen apo profesionalizimin atyre që janë në shërbim të shkencave sociale në institucionet shtetërore. Kjo është e mirë. Kjo është gjë shumë e mirë absolutisht, sepse shkenca sociale përfshin një mori shkencash. Dikush ka mbaruar filozofi, sociologji, punë sociale, diplomaci e të tjerë. Punojësi social do të bëj punojësi social. Ne të diplomacisë bëjmë diplomaci për shembull. Absolutisht, dhe kjo është gjë e mirë. Se më kujton kohën e konkurseve të dikushme në pallatin e kongreseve. Edhe ti imagjinosh ka qenë një kohë që ne të dy donin të bëheshim gjykatës domethënë. Ku Alketi dhe unë kishim aspirata se të ndërpreva për të bërë gjykatësin, pse jo? Por që një gabim i vogël ndonjëherë mbyllet një dritare ose mbyllet një derë për t'u hapur një tjetër më e mirë apo jo? Absolutisht. Jo fatin e titit nuk e marrin dot. Të mori Korça përfundimisht. Jo se më mori Korça. Për momentin e formimit. Po do të vjen Tirana, se po e bëj si ai konkursi. Gjithsesi për të kthyer pak bisedës, gjithmonë kur jemi bashkë më kujtohet një shprehje e Platonit tek vepra e tij Republika, e cila thotë burra janë jo më pak se gratë. Megjithatë thotë gruaja është më pak se burri. Po pse kështu? Që do të thotë për fat pse kështu Platoni me zonjë? Shkon në fakt nëse marrim historinë e filozofisë, Platoni është treguar i mëshirshëm me gratë. Se ka të tjerë që sepse Aristoteli për shembull, që është një nga më të lexuarit nëse ta quajmë kështu, se nga më të dëgjuarit, thotë që për gruan thotë është një burr i pambaruar. Dhe me gjithë idetë e tij të mira që ka sjellë për shoqërinë, për shembull tek vepra e tij etika Nikomau, është shfaqur si një maskilist. Në fakt sot kemi vënë re që le të themi episodet ose ne jemi fokusuar më tepër edhe studiuesit e shkencave sociale në Shqipëri janë fokusuar më tepër tek dhuna. Domethënë tek elementi i dhunës që ndodh te burri e gruas, por nuk është vetëm kjo. Dhuna unë do ta quaj është thjesht një pasojë e një tërësie elementesh të tjerë sociale, kulturore, ekonomik, siç i përmendëm dhe më lart, që kanë çuar te ky reagim. Kështu që është një sfidë, thash, dhe dua ta vë theksin kështu, gjithmonë institucionale. Dhe një nga institucionet më të rëndësishme është arsimi, është edukimi. Absolutisht, neve duhet të japim modelin
europian të rinjve tanë sot, sepse nesër pas nesër ne do jemi pjesë e familjes europiane. Dhe si të tillave nuk mund të sillemi do si shqiptarë aty. Do sillemi si europianë. Absolutisht, ajo që mua më pëlqen me qenë se folëm për Europën dhe për Gjermaninë, e cila është një nga simbolet e motorit të drejtimit të Europës, më ka bërë shumë përshtypje dhe jam kënaqur shumë kur kam mësuar që në Gjermani, shpresoj të mos jem e gabuar në këtë pjesë, rroga më e lartë është rroga e arsimtarëve. Po absolutisht. Pastaj vjen e mjekëve, ndoshta gjykatësve, personave që merren me artimin e ligjeve dhe zbatimin e tyre, sepse mësuesi ka në dorë të nxjerrë gjithë kastën tjetër. Dhe kjo është shumë e mirë, sikur të ndodhte në Shqipëri do ishte absolutisht shumë e mirë. Kjo është vetëm një kriter. Jam shumë dakord me që thotë. Absolutisht ka dhe shumë të tjera. Ke shumë të drejtë për sa i përket pjesës së statistikave, sepse ai është një vend që vërtet investon në arsim. Është lider jo vetëm europian, kontinental, por është lider botror për sa i përket edukimit, cilësisë së edukimit të tjerë. Unë mund të them këtë që një pjesë shumë e mirë e studentëve të cilët janë në universitetet gjermane, punën e tyre të jetës e kanë kapur apo e kanë fituar që në vitin e parë apo të dytë universitetit. Ndërkohë që ne nëse kthehemi pak në Shqipëri, shikojmë që të rinjtë tanë domethënë akoma nuk e kanë filluar ta kuptojnë kulturën e punës. Domethënë mund të harxojnë 3 muajt e barit kot, mund të harxojnë fundjavët kot, ndërkohë që në Gjermani shkret e kundërta domethënë. Atje një student e ka agjendën e tij planifikuar në detaj. Ai do shkojë në bibliotekë, do shkojë në auditor dhe pjesën tjetër të mbasdites o do ta konsumojë domethënë duke marrë me një aktivitet rekreativ ose do shkojë në punë. Dhe statistikisht duke folur, mbi 60% e të punësuarve në Gjermani punën e tyre të jetës e kanë fituar në universitet, duke kapur ato punësime sezonale, pra janë njerëz që janë aktiv. Ama mësohen me kulturën e punës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kultura e punës këtu nëse shikojmë edhe rastet e fundit për shembull që përmendi që janë në vërtet të rënda. Janë të rënda. Të gjithë njerëzit ishin njerëz pa punë, qoftë ai që kishte konflikt me gruan, qoftë ai i riu, domethënë s'është i mungonin energjisë, nuk është se i mungonin mundësitë, sepse mundësinë duhet ta krijosh vetes, duhet ta gjesh atë, sepse nuk të vjen ajo tek ty, po të shkosh ti tek ajo. Tek mundësia. Të gjithë këta ishin njerëz që nuk ishin në marrëdhënie pune, sepse edhe vetë marrëdhënia e punës është një ndërveprim i tillë që nxjerr anën shpirtërore apo anën shoqërore tek njeriu. E kuptoj. Nuk ka se si të ndodhin shumë të rralla rastet që njerëz të cilët janë në marrëdhënie pune të arrin të kryejnë krime të tilla. Është më i ulët niveli domethënë. Megjithatë njeriu reflekton, mendon, nuk e ul veten në atë nivel dhe shikon disa faza. Jemi qenie sociale, jemi qenie shoqërore domethënë. Edhe si të tilla neve nuk rrojmë dot vetëm me veten tonë, duhet të rrojmë me tjetrin, duhet të bashkë jetojmë. Po flisim edhe pak më përpara për çështjen e kontratës sociale që është e domosdoshme lidhja e kësaj kontrate sociale për të bashkëtuar. Në pikpamjen e një sociologu, një studiuesi, një doktori që merret me sociologjin, jepet në ekran fatkeqësisht sidomos televizioni Ora News, por edhe mediat e tjera informative kanë, le të themi, taksative apo garë informative të dhënit të këtyre informacioneve për që në kohë reale në transmetim të ngjarjeve me shikuesin për ato çka ndodhet, edhe pse ndonjëherë nuk janë të mira dhe të bëjnë të zgjohesh ndonjëherë jo mirë. Një fëmijë në familje dëgjon ngjarjen e po ndalem te Vlorës, që është më pak e dhimbshme se sa kjo prerje e kokës. Babai, ish bashorti, dhunon në rrugë nënën me 2 fëmijë, ku fëmijët mundoheshin të përqafonin nënën në momentin që dhunoi. Mua më prek kjo pjesa sepse nuk e konceptoj dot. Fatmirësisht që nuk e përjetoj dhe nuk e konceptoj dot, por si përjeton, çfarë përjeton ai fëmia kur shikon 2 fëmijë të tjerë bashkëmoshatar që mbrojnë nënën? Dhe çfarë impakti ndodh atij fëmijë që është thjesht shikues, mos kalojmë te pjesa që e ka përjetuar, që është Etelina, unë e ndjej këtu në studio domethënë gjithë këtë energji të tillë, domethënë sepse gjithë kemi këtë kur shikojmë skenat të tilla dhe është shokante, realisht është e vërtetë. Por unë do të them që këto janë elemente selektive. Këto nuk është se domethënë ndodhin në Shqipëri dhe nuk ndodhin asnjë në botës, jemi vetëm ne që i bëjmë. Jo të mos tregojmë dhe kështu domethënë lokalist, ose lokalist, si mund ta quajmë. Sepse janë fenomene që ndodhin kudo. Për fat keq, këtu tek ne nga që le të themi jemi pak dhe ngjarjet transmetohen me një shpejtësi marrëmendse fal mediave që sot neve kemi arritur, janë vërtet të standardeve europiane, nga këto është edhe absolutisht televizioni Ora News, domethënë që shërben informimin e qytetarëve. Unë jam gjithmonë në debatin pro apo jo, nëse duhet të informojnë, jam pro informimit. Qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për atë se çka ndodh në vendin e tyre. Qoftë mirë, qoftë keqe. Sepse nëse neve arrim që të fshehim ato ngjarje të cilat i tregojmë selektiv, i bie të kthehemi tek ajo diktatura, domethënë që
Mungesa e informacionit e po. E luftuam. Pra, nëse ne tregojmë selektiv, atëherë nuk kemi mbrapa, shkritë kundra. Po, duhet të ketë një informacion. E rëndësishme është që informacioni të shpërndahet dhe të jetë i drejtë. Mua më vjen mirë që edhe tek televizioni Ora News kam ndjekur një analizë e cila tregonte se ky njeri si kishte arritur të krynte këtë veprim, domethënë. Dhe tregonte që ishte një ngjarje e tërë, që ishin disa urdhra mbrojtje që nuk ishin zbatuar nga urdhra mbrojtje e gjykatës, ishin zbatuar nga policia. Ajo e shkreta kishte vajtur në disa punë, kishte filluar ky kishte vajtur, kishte kërcënuar dhe ngjarja që eri përsëritur. Pra ishte një zinxhir faktorësh, ngjarjes ku kishin çeduar disa institucione. Tani po themi se përmendën gjykatë dhe policinë se këto janë më të pranishme domethënë në skena të tilla. Po shërbimi social shtetëror etj, të cilët këtë në tre të pa punë me fëmijë domethënë duhet ta ndihmonin. Ë? Megjithatë ajo kishte marrë iniciativën, kishte shkuar në punë etj, prapë ishte prej dhunimit. Dhe deri në momentin që ajo skena ajo u bë publike, u shfaq domethënë, shoqëria filloi të reagonte. Kjo në thelb është pozitive, por nuk duhet të arrijmë deri këtu. Nuk duhet të presim sa çdo gjë bëhet publike. Nëse neve të shkojmë në televizor tani që ndodhi diçka e keqe, atëherë neve me njëherë fillojmë të reagojmë. Jemi shumë të mirë për të reaguar në rrjetet sociale. Në fakt, në studimet e fundit që janë bërë, ne jemi pothuajse si popull adiktit nga rrjetet sociale, sidomos pjesa e të rinjve. Adikti do me thënë të varur. Të varur nga është term sociologjik domethënë, që është pjesa e të varurit domethënë nga kemi një lloj varësie nga rrjetet sociale. Nga Facebooku, nga Instagrami, pra duam të informohemi, shprehim mendimin ton, por për fat keq reagimi shumë i dobët. Reagimi shumë i dobët. Edhe për atë ngjarje, domethënë, ishin të gjithë që shprehishin nëse do qej fëmia tim apo nëse do qej gruaja time etj. Unë do të kisha bërë këtë, unë do të kisha bërë atë. Kur të gjithë këta burra dhe gra nëse do ta përmend kështu, që shprehin në këtë mënyrë, fatë keq reagimin e tyre kanë dobët. Kaloi ngjarja e ditës dhe pastaj ç'a ndodh. Ne mund të pyesim sot çfarë është bërë me atë zonjën. Studia më e madhe 3 ditë zgjat. Ja, mund të bëjmë një pyetje sot çfarë është bërë me atë zonjën. Cili institucion e ka marrë përsipër të kujdeset për ata fëmijë? Është një temë interesante për ta investiguar pse jo, qoftë nga Ora News që nga Channel One ku unë jam edhe pjesë e redaksisë së informacionit, pse jo për të mësuar dhe për të shkuar në vazhdimsi. Realisht ne shikojmë që policia ka arritur të përdorë tani skenar për çfarë do lloj krim të rënd që ndodh, ishte smur mendor. Ishte smur mendor, është një përgjigje që kanë kështu domethënë. Nuk e di se kush mblidhet aty, çfarë psikologa apo çfarë doktor të tjerë, psikiatrë që vendosin, por komunikata e policisë në momentin që ka ndodhur krimi ishte smur mendor. Po të shkosh ngjarjet e fundit, përgjigjet e policisë kanë qenë këto. Ky njeri ishte smur mendor dhe bëri këtë. Prapë çdimi i shtetit, në kuptimin e institucioneve të cilat nuk i kanë kapur, nuk i kanë trajtuar dhe nuk i kanë ndihmuar për të rekuperuar gjendjen mendore, se dhe kjo është pjesë e rëndësishme. Aq më tepër kur mungojnë kartelat mjekësore si në rastin e fundit që është pak le për të dëshiruar, po unë dua të ndalem edhe te kjo pjesa. Fëmijët jam të fëmijët sepse karakteri fëmijët ata janë e ardhmja. Absolutisht, madje nuk e di nëse jam saktë sociologët apo shkencëtarët thonë që deri në moshën 3 vjeç studiuesit deri në moshën 3 vjeçare formohet karakteri i fëmijës. Domethënë, ajo është pjesa e plastelinës ku ti mund ta formosh siç do dhe siç duhet karakterin e fëmijës. Më mbrapa pastaj është kjo është e vërtet në fakt edhe një nga shkrimtarët tanë të njohur, Naim Frashëri, thotë që ato që njeriu i mëson në dip i lënë në qivur. Pra, të tërë atë pjesën e karakterit tonë, domethënë, që ne kemi një pjesë shumë të mirë të trashëguar nga prindrit, dhe atë që ne shfaqim përgjatë gjithë jetës e kemi fituar që në vegjëli, domethënë, që në foshnjëri. Dhe është shumë e vështirë që ajo pjesë e natyrës të arrijë të ndryshojë etj. Dinamika e shoqërisë shqiptare. Ky ndryshim me këto ritme pothuajse të frikshme në disa momente, ka sjellë që të kemi edhe disa prapamendje të tilla. Neve nëse largohemi domethënë dhe shkojmë në periferitë të Tiranës, shikojmë ndryshimin e thellë. Edhe se jemi më shumë se 10 kilometra nga Tirana, ne shkojmë në një fshat dhe shkojmë ndryshim si jeton një familje mesatare aty, çfarë bëjnë të rinjt atje, dhe si sillen të rinjt të njëjtën moshë në Tiranë. Nëse ata të rinjt atje janë të mbyllur brenda atyre 4 mureve, kanë një mentalitet rrethëtar sepse ashtu janë rritur me ato kushte, për shumë arsye, të rritur në Tiranë ka të tjera aspirata domethënë, dhe kanë të tjetër sjellje. Dhe kjo është tash brenda një territori kaq të vogël ka ndryshime kaq të mëdha. Kemi mikroklima sociale të mirë, jemi një pasuri shumë e mirë domethënë, qoftë folklorike apo qoftë sociale për të studiuar. Dhe ka shumë punë për të bërë lidhje me këtë detin. Paragjykimet dhe stereotipet është punimi i yt i doktoraturës? Jo. I përmbledhur një libër? Jo.
sa paragjykuesi jemi ne shqiptarët, që nga momenti që dëgjoj, unë nuk dal nga shtëpia sepse unë sot do shkoj në një X aktivitet dhe dua të dukem sa më mirë dhe kam frikë se mos ndoshta syri paragjykuesi Alketit mua më shikon dhe më vlerëson negativisht. Paragjykim është edhe ky apo mos gaboj? Si një gazetare me eksperiencë ti kape vërtet thelbin e asaj që unë jam munduar të shkoj dhe edhe stereotipet, krijimi stereotipeve e ka vendosur për të vërtetës tek kapaku i librit, është një sy. Është një sy në shumë forma të ndryshme. Ky syri këto më bëri përshtypje mua që njihet po, është syri që shikon gjithçka. Syri Illuminatit. Illuminatit, pjesë e masonerisë, janë teori konspirative. Paragjykimi është një qëndrim, është një ndjesi e cila lidhet në radhë të parë me shikimin. Ti tjetri nuk e njeh, nuk e di si mendon, si sillet etj. Por momentin që ti e shikon, në bazë të qëndrimeve që ti ke krijuar përgjatë gjithë jetës tënde, krijon dhe një opinion për tjetrin. Në fakt, këto në shumicën e rasteve nuk janë të mira, nuk janë të sakta, jo të mira, por nuk janë të sakta. Sepse janë qëndrime të cilat ne mund të themi për shembull anglezët janë të ftohtë. Jo, nuk janë të ftohtë, janë shumë misorë. Unë kam pasur rastin edhe gjatë para një muaji, gjatë kohës së pushimeve, kam njohur disa britanik në plazh ishin shumë misor, domethënë. E po se ishin në plazh ata dhe ishin ngrohur, prandaj. Dëgjoj njëri kur është i ftohtë, gjatë gjithë vitit ose nuk është domethënë. Gjithsesi për te shakave, edhe stereotipi pikërisht është e njëjta gjë, është tërësia e qëndrimeve domethënë, që ne kemi për një grup të caktuar apo që ne kemi për një individ të caktuar. Në fakt, tu kanë dhënën e tyre pozitive, sistemin e që çdo e keq e ka dhe një të mirë. Sistemin e mos thuaj me këritë të them cili e, për shembull mos u shoqëro me atë sepse ai ka këtë background. Dhe nëse ti do të shoqërohesh me atë, do përfundosh si ai për shembull në rastin e keq. Edhe kështu i bëjmë një farë mbrojtje, pra në këtë rast përdoret si një mekanizëm mbrojtës i individit ndaj shoqërisë. Ne themi që populli të pret nga veshja dhe të përcjell sipas mendjes. Pra mënyra më e mirë për të njohur dikë, mënyra më e mirë edhe për të njohur veten tonë është komunikimi. Fjala është ajo që e fiton. Në hyrje po shikoj pak përmbajtjen sepse më me detaje do ta lexoj kur ti jem në një tjetër moment që do ketë nevojë ndoshta edhe për më shumë thellim të leximit. Pres shumë kritika. Po, mos ke merak ti se i kam kritikat unë, po që nga fillimi deri në fund. Po jam kurioze të di heqja dorë nga paragjykimet, është në kapitullin e parë, pjesa e dytë, nëse mund të themi kështu, ndarje me nën kapituj. Është e vërtetë. Në fakt është një nga objektivat e Këshillit të Evropës. Si të heqësh dorë nga paragjykimet? Shumë e vështirë. Absolutisht. Për ne është e vështirë, sepse pjesa e fundit që ndryshon tek një individ apo tek një popullat është mentaliteti. Neve nëse jemi rritur, edukuar dhe mësuar me këtë lloj mentaliteti, të tillë do të vazhdojmë. Në fakt është një iniciativë e Këshillit të Evropës dhe gjithashtu edhe e Bashkimit Evropian, e cila titullohet me sloganin Say no to racism. Thuaj jo racizmi. Ne jemi të gjithë njësoj. Gjithashtu edhe UEFA, Federata Ndërkombëtare e Futbollit, domethënë, ka slogane të forta kundër racizmit, sepse në fund të fundit ne jemi njerëz dhe si të tillë duhet të bashkëjetojmë me njëri tjetrin. Dhe pikërisht heqja dorë nga paragjykimet, sepse paragjykimet jo në pak raste janë bërë kak për konflikte, qoftë individuale, qoftë grupore apo qoftë ndërshtetërore. Mjaftojmë neve këtu të kujtojmë thjesht edhe vetëm ndeshjen ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Serbisë dhe Shqipërisë, sepse u luhet aty sepse aty po unë dua Shqipërinë më shumë, kështu që kështu. Mirë, dhe ajo tek Elbasan Arena e bukur ishte, por duhet të fitoni. Aty njerëz të mbushur me një mlef për hir të një paragjykimi të vjetër dhe të stimuluar në mënyrë të vazhdueshme nga ky lloj stereotipi apo mentaliteti, arritën të shpërthyen në veprime rrugaqërore, domethënë. Që mund të sillnin dhe incidente diplomatike në shteteve. Shumë të rënda diplomatike dhe jo vetëm. Në Maqedoni. Në Maqedoni, absolutisht. Tash kanë disa sjellje ksenofobike, të cilat domethënë neve ruajmë ndaj tyre dhe kemi frikën dhe këtë që ne shikojmë si të jashtëm, neve duhet ta luftojmë, jo nuk duhet ta luftojmë. Neve duhet të bashkëjetojmë me tjetrin. Dhe gjithmonë prandaj dhe diplomacia është ajo pjesa, le të themi, e butë. Sidomos diplomacia publike, po. Diplomacia publike që takojnë liderët, japin dorën me njëri tjetrin, flasin për çështje
që nuk ka të bëj fare, po themi, Po kështu fillohet në fakt. Do me konfliktin, po me flasim për klimën globale. Filloi nga çështjet më pak të rëndësishme për të shkuar pastaj te çështjet e rëndësishme kjo njohuri. Në fakt ishte e trishtueshme ajo që ndodhi sepse ndodhi në fushën e sportit. Sporti në fakt është ai pjesë, unë do ta quaj art, që i bashkon njerëzit. E vërtet është. Nelson Mandela ka thënë që sporti në përgjithësi dhe futbolli në veçanti ju flet të rinjve dhe të gjithë njerëzve në një gjuhë që të gjithë e kuptojnë. Pra është ai që i bashkon, domethënë. Dhe vërtet ajo ishte një ngjarje shumë e keqe, pikërisht elemente ksenofobe, elemente ekocentrike, etnocentrike, pra njerëz që nuk ishin open-minded ose mendje hapur, më mirë ta themi, për ta shqipëruar, arritën që të bënin sjellje të cilat ishin deviante. Dhe vërtet domethënë lanë të gjithë një shije shumë të idhur. Nëse do më lejosh Etelina, kam pasur fatin e mirë të takoj me disa studentë serb që studionin në Beograd. Këtë përpara 2 muajsh. Ishin vërtet studentë shumë të mirë, ishin qytetarë shumë të mirë, dhe pjesa që më pëlqeu më shumë nuk ishin asnjë lloj paragjykimi për shqiptarët. Madje ne kemi qenë në Tiranë, kemi kaluar shumë mirë, keni ushqim shumë të mirë, keni njerëz shumë të mirë etj etj. Kjo është pjesa e elementeve që neve duhet të thithim. Domethënë nuk janë vetëm ata 4 huliganë që dolën në fushë aty dhe shkaktuan atë që shkaktuan, por është gjithë pjesa tjetër qytetare me mendje të hapur, e cila e ka sy drejt perëndimit, drejt Evropës. Dhe nuk është ajo pjesë, le të themi, lokaliste, siç e përmendëm ne, që fokusohet dhe aty ngelet, domethënë. Të kuptoj. Prandaj dhe këto janë disa iniciativa institucionale të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Evropës, të Organizatës Kombeve të Bashkuara apo dhe të institucioneve tjera ndërkombëtare siç është UEFA, për t'i bashkuar njerëzit dhe për t'i larguar ata. Pyetja e fundit, se jemi në limitet kohore dhe 3 minuta kohë kemi. Ke dhe një te pjesa e dytë paragjykimi gjinor, sundimi i burrave. Po. Ç'është dhe pse jo nuk është sundimi i grave? Të lutem shumë. Unë jam feministe në këtë drejtim, dua që edhe femrat të jenë. Dakor. Ja, ka aq pak diferencë tek nga meshkujt, se duhet edhe mashkulli të ketë pak atë, të jem realiste. Një shprehje thotë. Edhe pse e thon me gjysmë zëri. Një shprehje thotë femra duhet dashuruar, jo kuptuar. Sepse kjo është natyra e saj dhe në fund të fundit ajo më e mira që ne mund të bëjmë kash jush, jo duke folur si maskilisht, është që ne t'ju duam dhe t'ju falim gjithë mirësitë. Shumë bukur. E kemi për detyrë sepse ne sjellim pasardhës edhe krijojmë familje. Absolutisht. Mendimin tonë kuptohet, por po mirë tash, jemi një debati ekzistencialist. Po e them më tepër si një mesazh, sepse është vërtet ajo që duhet të ndodhë, domethënë, që të kemi një shoqëri të shëndetshme, bërthama e shoqërisë është familja. Duhet të kemi një familje të shëndetshme. Dhe nëse do të kemi prindër të cilët kanë një komunikim, kanë një dashuri të mirë dhe të pastër mes tyre, kuptohet që dhe besoj nëse e shfaqen, nëse ndikon në sy të fëmijëve shfaqja e dashurisë brenda normave, brenda kufive. Në fakt për isë së vërtetës, nga studimet ka dalë që shpreja e tepërt e dashurisë zemra, shpirti, apo këto fjalë në këtë. Ndoshta thjesht një përqafim kur partneri ikën në punë një herë në javë, për shembull, në sy të fëmijës i përcjell dashuri që prindërit e mi duan edhe. Absolutisht, po kjo gjithmonë këto transmetojnë mesazhe pozitive. Jemi në rregull domethënë në këtë pjesën. I bë kemi mirë dhe ty. Alketi, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj shumë suksese për librin. Faleminderit. Paragjykimet edhe stereotipet, një libër që mund të gjeni me një çmim shumë të mirë, që besoj, sidomos ata të cilët merren me shkenca sociale apo duan të dinë pse jo edhe ta kenë si një lloj manuali për të hequr dorë nga paragjykimet dhe nga stereotipet. Alkedino ju sjell këtë libër, i cili është i pari, por jo i vetmi, sepse jam e sigurt që do të ketë shëmbotime të tjera. Mund të bëj qokën e fundit? Po bëje patjetër, që po sot është dita e parë që i lejojmë. Dua të përshëndes domarasin nga studia juaj. Dekanin e Fakultetit Shkencave Natyrore dhe Humane në qytetin e Korçës, profesor doktor Gjergji Pendavinji, i cili ka qenë gjithmonë në mbështetje